falenderojmë Allahun xhalla shanuhu me një falënderim që i takon madhërisë së tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Na ka dhënë mundësinë të arrijmë këto ditë të shenjta, të reflektojmë, të pendohemi dhe të ndryshojmë veten. Pa mirësinë e tij asgjë nuk ka vlerë. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është me ndryshimin e kiblës ndrysho veten për më mirë. Do të vi dita kur secili prej nesh do të përballet me pyetjen cila ishte kibleja jote. A e kuptojmë rëndësinë e kësaj pyetje? A e ndjejmë përgjegjësinë që ajo mbat? Jo për të friksuar, por për të zgjuar shpirtin, për të hapur zemrën dhe për të kthyer mendimin ka ajo që është e drejtë. Çdo njeri do të përballet me këtë pyetje, çdo njeri do të përballet me engjëjt, me laiket, munkirin dhe nekirin në vast. Dhe kush do të di të përgjigjet me siguri? Ai që nuk ka harruar rrugën drejt Allahut xhalla shan, ai që ka jetuar sipas asaj që ka mësuar, ai që ka drejtuar jetën e tij ka rruga e drejtë, ka kibla. Sapo e kaluam muajin Rexhep, tash kemi filluar të numërojmë ditët e muajit Shaban, një muaj të shenjtë, të nderuar nga Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Ai muaj që kaluam ishte një mundësi e jashtëzakonshme për të reflektuar, për të penduar dhe për të ndryshuar. Ai ishte i shoqëruar me dinet të bekuara, Regaib dhe Miraj. Por Rexhepi ishte i veçantë edhe për një ngjarje historike, ndryshimi i kiblës nga Jerusalemi ka Mekka. Në vitin e dytë të Hijrit, 17 muaj pas hijretit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu shpalli ajetin kuranor, ne e pam se ti me dëshirë shikon drejt qiellit dhe ne do të bëjmë që ti të kthehesh ka ana që ti dëshiron. Prandaj, ktheje fytyrën tënde ka tempullin nderuar. E kudo që të jeni, kthehuni ka ajo anë. Ata që është dhënë libri, me siguri e din se kjo është e vërtet nga Zoti i tyre dhe Allahu i sheh të gjitha veprat e tyre. Të dashur vëllezër, çfarë mesazhi madhështor për ne? Kështu si Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu ndryshoi kiblën për Muhamedit alayhi salam dhe besimtarët, ne mund të ndryshojmë jetën tonë, të kthejmë fytyrat tona ka Allahu xhalla shanuhu, të kthejmë zemrat tona ka rruga e drejtë. Në muajin Rexhep bënim shpesh istighfar, kështu na porositi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bëni tauba, pendohuni te Zoti i botëve, sepse me të vërtetë nuk ka orë në këtë muaj që Allahu nuk i çliron njerëzit nga zjarri. Kjo është një thirrje e drejtë për ndryshim, për të larguar nga mëkatet dhe për të kthyer ka drita e udhëzimit. Rruga e drejtë është ajo që Allahu xhalla shanuhu e cakton si drejtim të kiblës. Çdo rrugë tjetër është e gabuar. Rruga e drejtë është ajo që Allahu xhalla shanuhu kërkon prej njeriu dhe shmang atë që Allahu xhalla shanuhu ndalon. Do të vi dita kur secili prej nesh do të përballet me pyetjen që citova në fillim, cila ishte kibleja jote? Po kush mund të përgjigjet me siguri? Ai që ka jetuar me kible sipas asaj që ka mësuar dhe ka drejtuar jetën e tij ka rruga e caktuar nga Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu.
për të ndihmuar njerëzit të dallojnë të drejtën nga e gabuara, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh ka shpallur librin e tij Furqanin. Ai thot: Allahu yuhibbu s-sabirin. Allahu me të vërtet i don durimtarët. Çfarë është durimi? Durimi është të largohesh nga mëkatet, të qëndrosh i fortë në rrugën e së mirës, të mos devijosh nga ajo që është e drejtë. Allahu Gjelle Shanuhu thot: Wala yuhibbul mu'tadin. Allahu nuk i do ata që kalojnë kufit. Ai i do ata që bëjnë vepra të mira dhe nuk i do ata që bëjnë mëkate. Ai i do ata që luftojnë për drejtësi dhe nuk i do ata që bëjnë padrejtësi. Ai i do ata që pastrohen dhe nuk i do ata që shkelin në rrugën e drejtë. Ai i don ata që mbështeten tek ai dhe nuk i do arrogantët. Të dashur vëllezër, të bësh atë që i pëlqen Allahu Gjelle Shanuhu dhe të shmangësh atë që ai e urrej, është të ecësh në rrugën e drejtë. Kjo është kibleja e jetës. Duke kujtuar në këta 3 muaj, siç ishte kjo ngjarje historike, ne vendosim që këto muaj të jenë muaj të ndryshimit tonë të brendshëm. Le të zgjedhim së paku 1 orë në këta muaj dhe të pendohemi te Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh, të ndryshojmë qëndrimin tonë ndaj krijuesit të qiellit dhe tokës. Por ndryshimi nuk ndalon këtu. Allahu Gjelle Shanuhu na urdhëron të ndryshojmë qëndrimin ndaj vetvetes, të ruajmë shëndetin, jetën dhe dinjitetin tonë, të plotësojmë detyrimet ndaj vetvetes. Na porositi të bëjmë istighfar siç bënim në muajin e kaluar, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: në Rexhep bëni istighfar. Kjo ishte mundësia që Allahu Gjelle Shanuhu na e dha për të larguar mëkatet, për të hapur rrugët për shpëtim dhe lumturi. Ndërsa ndryshojmë qëndrimin ndaj vetvetes, duhet të ndryshojmë edhe qëndrimin ndaj njerëzve, fëmijëve, motrave dhe vëllezërve tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: 2 musliman që duan njëri tjetrin në emër të Allahut, kur takohen dhe ndahen, do të jenë banor të xhenetit. Kjo ishte mundësia e Rexhepit, të kthejmë jetën tonë ka rruga e drejtë, nga errësira ka drita, të harmonizojmë mendimet, veprat dhe zemrën në udhëzimet e Allahu Gjelle Shanuhu dhe të sigurojmë kënaqësinë dhe shpërblimin e tij. Muaji i Rexhep ishte mundësi për ndryshim të përgjithshëm, përfshirë qëndrimin ndaj të mirës së përbashkët, ndaj vendit dhe adheut. Ndryshimi i kiblës na mëson se gjithçka që është e drejtë kërkon kthim dhe përkushtim. O Zoti im, ndihmon atë im nga ata që gjithmonë kthehen ka kibla, që zemrat, mendimet dhe veprat tona i drejtojnë drejt Teje. Ndihmon atë të përdorim këtë muaj të shenjtë, Rexhepin dhe muajin Shaban, për të ndryshuar vetveten, për të larguar mëkatet tona, për të përgatitur për Ramazanin dhe për të ecë gjithmonë në rrugën e drejtë. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.